Ndarja e bujshme e moderatores Neda Balluku nga bashkëshorti i saj. Ogren Balluku, një emër që lidhet edhe me familjen e eveve kryeministres Belinda Balluku, vijon të jetë një nga çështjet më të komentuara në opinionin publik, ndërsa konflikti mes tyre ka marrë tashmë rrugën ligjore dhe po shoqërohet me akuza të ndërsjella të forta. Çështja ka dalë nga sfera private dhe është zhvendosur në dyert e drejtësisë, ku të dy palët kanë kërkuar mbrojtje ligjore, duke e paraqitur veten si viktima të dhunës psikologjike, verbale e madje edhe fizike. Situata duket të jetë thellësisht e tensionuar, me përplasje që sipas dëshmive të paraqitura, kanë ndikuar edhe tek fëmijët e çiftit. Më 16 janar 2026, gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Tiranë lëshoi një urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje në favor të Neda Ballukut, pas pretendimeve të saj për dhunë nga bashkëshorti. Ky vendim shënoi një kthes të fortë në konfliktin mes tyre, duke e zyrtarizuar përplasjen në planin ligjor. Vetëm pak ditë më pas, Ogren Balluku ju drejtua po ashtu gjykatës, duke kërkuar urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje për veten dhe djalin e tij. Ai pretendon se ka qenë subjekt i dhunës së vazhdueshme verbale dhe psikologjike, si dhe sipas tij, edhe i episodeve të dhunës fizike nga bashkëshortja. Në dëshminë e dhënë para gjykatës së Tiranës, Ogren Balluku shprehet se është ofenduar rënd me fjalë denigruese si ordiner, kafsh, kriminal dhe hajdut. Ai pretendon gjithashtu se është kërcënuar me shprehje që i konsideron shumë të rënda, duke cituar fraza si: "Do të bëj të vrasësh veten, do prekësh fundin, mos gjeç varr." Sipas tij, këto situata kanë krijuar një gjendje të vazhdueshme presioni dhe frike. Më tej, ai deklaron se ndihet i përndjekur dhe i survejuar. Sipas pretendimeve të tij, Neda Balluku ka përdorur kamera në ambiente supermarketesh për të ndjekur lëvizjet e tij dhe të fëmijëve, si dhe ka paraqitur prova në gjykatë që sipas tij dëshmojnë përgjuarjen e banesës së tij. Ai shton se edhe fëmijët janë përballur me dhunë psikologjike, duke përmendur një episod të ndodhur sipas tij në ambientet e shkollës Victor Hugo. Megjithatë, pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata e Tiranës vendosi rrëzimin e kërkesës së Ogren Ballukut për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje ndaj Neda Ballukut, duke mos e konsideruar të plotësuar bazën ligjore për një mas të tillë në atë fazë. Nga ana tjetër, Neda Balluku i hedh poshtë kategorikisht akuzat e ngritura ndaj saj. Në dëshminë e saj, ajo deklaron se takimi vetëm me Ogren Ballukun pas datës 20 janar 2026 ka qenë në sallën e gjyqit, dhe se nuk e ka kërcënuar apo dhunuar fizikisht apo psikologjikisht. Ajo thekson se ka shkuar në shkollë për të takuar fëmijët sipas vendimit të gjykatës, por pretendon se nuk është lejuar. Sipas saj, është pikërisht ish bashkëshorti ai që e ofendon, e shan dhe e denigron në sy të fëmijëve, duke i manipuluar ata kundër saj. Neda Balluku shprehet se ka bërë disa kallëzime dhe ka kërkuar mbrojtje ligjore sepse sipas saj i është penguar në mënyrë të përsëritur e drejta për të takuar vajzën dhe fëmijët, në kundërshtim me vendimet gjyqësore. Ajo e konsideron kërkesën e Ogren Ballukut për urdhër mbrojtjeje si një kundërpeshë ndaj masës së marrë më herët në favor të saj, si dhe si një përpjekje për të vështirësuar zbatimin e vendimeve të gjykatës lidhur me takimet me fëmijët. Ndërkohë, çështja mbetet e hapur dhe pritet të vijojë në seanca të tjera gjyqësore, ku do të vlerësohen provat dhe pretendimet e të dyja palëve. Përtej përplasjes ligjore, rasti ka nxitur reagime të shumta në publik, duke rikthyer në vëmendje debatin mbi konfliktet familjare, dhunën në marrëdhënie dhe ndikimin që këto situata kanë tek fëmijët. Dëshmia e Ogren Ballukut. Kam pasur shqetësime të vazhdueshme nga bashkëshortja ime Neda Balluku, dhe do të kërkoj të pajisem me urdhër të menjëhershëm mbrojtje për vete dhe djalin tim. Jam i dhunuar verbalisht me fjalet me të ulta që mund t'i thuhen një njeriu si ordiner, hajdut, kriminal, kafshe, et. Me kërcenon verbalisht me fjalet do të bëj të vrasesh veten, do prekesh fundin, mos gjetsh varr. Unë edhe 2 djemtë e mi jemi të përgjuar në shtëpinë tone. Ditën e premte me datë 16/01/2026 të 2 djemtë janë e përballur me dhunë psikologjike në ambientet e shkollës Victor Hugo. Megjithatë, gjykata e Tiranës vendosi rrëzimin e kërkesës së Ogren Ballukut, duke mos pranuar lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes ndaj Neda Ballukut. Nga ana tjetër, Neda Balluku pretendon se ish bashkëshorti e pengon në mënyrë të paligjshme të takojë fëmijët, e nxjerr nga banesa dhe ofendon në sy të tyre, duke i manipuluar kundër saj. Dëshmia e Neda Ballukut. Kam për të deklaruar se për datën 20/01/2026 unë me shtetasin Ogren jam takuar vetëm në sallën e gjyqit. Nuk e kam kërcenuar apo dhunuar fizikisht apo psikologjikisht këtë shtetas, kam shkuar në shkollë për të takuar fëmijët sipas vendimit të gjykatës, por nuk jam lejuar, ai ofendon.
Shan dhe denigron mua në sytë e fëmijëve, kam bere disa kallëzime dhe kam marrë urdhër mbrojtjeje sepse nuk më lejonte të takoja vajzën sipas vendimit të gjykatës. Sipas saj, kërkesa e ish-bashkëshortit për urdhër mbrojtjeje është bërë si kundërpesh ndaj vendimit të marrë më herët në favor të saj, dhe si tentativë për të penguar zbatimin e vendimeve gjyqësore për takimin me fëmijët. Pak kohë më parë, Big VIP Albania ju ka informuar rreth divocit të çiftit të njohur. Njohja e tyre erdhi në formatin Big Brother, ku filloi dashura e pastër mes tyre. Ja çfarë transmetoi pak kohë më parë Big VIP Albania. Dashurit në dritën e spektaklit, rasti i Neda dhe Ogren Ballukut si pasqyrë e kulturës mediatike bashkëkohore, moderatorja e njohur dhe ish opinionistja e Big Brother VIP, Neda Balluku, ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për divorc në gjykatën e Tiranës nga bashkëshorti i saj, Ogren Balluku, vëllai i zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Lajmi, që fillimisht u raportua nga Vox News Bikal, ka tërhequr vëmendjen e publikut për shkak të 3 shtresave të ndërthuara të interesit: profili i njohur mediatik i Nedës, lidhja familjare me një figurë të lartë politike dhe mbi të gjitha, origjina televizive e historisë së dashurisë së çiftit, që nisi në shtëpinë e Big Brother Albania në vitin 2010. Në atë kohë, programi Big Brother ishte ndër fenomenet e para televizive në Shqipëri që krijoi një kulturë të re të ekspozimit personal, ku jeta private u bë objekt spektakli dhe vëzhgimi publik. Brenda asaj shtëpie të izoluar, ku gjithçka regjistrohej dhe transmetohej, dashuria e Nedës dhe Ogrenit u perceptua si një histori autentike që sfidonte artificin televiziv. Për publikun shqiptar të asaj kohe, i cili po mësoi me konceptin e reality show modern, marrëdhënia e tyre ishte një tregim i rrallë i ndjenjes që lindte natyrshëm në kushte të panatyrshme. Kjo e bëri çiftin një simbol të romancës së sinqertë në një mjedis artificial, një motiv që shpesh ka qenë temë edhe në letërsinë bashkëkohore mbi realitetin dhe iluzionin. Në aspektin letrar dhe kulturor, kjo histori mund të shihet si një metaforë e kohës postmoderne, ku kufit mes realitetit dhe fabulës janë zbehur. Ashtu si shpjegon Jean Baudrillard në teorinë e tij të hiperrealitetit, njeriu i sotëm jeton në një botë ku simulakrat, imazhet, formatet, rrjetet zëvendësojnë realitetin vet. Në këtë kuptim, dashuria e lindur në Big Brother ishte një dashuri hiperreale, e vërtet në përjetim, por e ndërtuar dhe e ndjekur përmes syrit të kamerës. Pas martesës së tyre në vitin 2015 dhe lindjes së 2 djemve, jeta e çiftit u perceptua si vazhdimi i një përrallë moderne, një histori që publiku e kishte nisur të shihte në ekran dhe që tani ndodhej përtej kornizës televizive. Por, si shumë histori të tjera që fillojnë në hapësira të kontrolluara mediatike, realiteti jetësor solli dinamikat, lodhjet dhe vështirësitë që publiku rrallë i sheh. Burime mediatike kanë pohuar se marrëdhënia kishte kohë që përjetonte kriza të vazhdueshme, të cilat në fund e çuan drejt një pike pa kthim, pas më shumë se 10 vitesh bashkëjetese. Konteksti i ndarjes merr edhe më shumë rezonancë për shkak se ndodh në një moment politikisht të ndjeshëm. Kur ministrja Belinda Balluku, motra e Ogrenit, ndodhet në nënhetim nga SPAK. Kështu, një ndarje që në rrethana të zakonshme do të ishte çështje private, shndërrohet në një ngjarje mediatike me përmasa publike, duke përforcuar mënyrën se si mediat shqiptare ndërtojnë narrativa të spektaklit nga ngjarjet personale të figurave të njohura. Në këtë kuadër, Neda Balluku përfaqëson një figurë të tipit të ri mediatik, gruan që ndërton identitetin e saj publik përmes një kombinimi të transparencës emocionale dhe kontrollit narrativ. Postimi i saj në Instagram, ku njofton se do të jetë e ftuar në emisionin Goca dhe Gra, nuk është vetëm një njoftim mediatik, por edhe një akt simbolik i rikthimit të zërit, një mënyrë për ta treguar vetë historinë e saj, pa ndërmjetësimin e medias. Kjo përputhet me një prirje të gjerë të kulturës digjitale bashkëkohore, ku vetë narracioni është bërë një formë fuqizimi, sidomos për gratë publike që kërkojnë të kontrollojnë imazhin dhe tregimin e tyre në një mjedis shpesh gjykues. Në një këndvështrim më të gjerë, historia e Nedës dhe Ogrenit mund të lexohet si pasqyrë e transformimit të dashurisë në epokën e medias sociale. Në një shoqëri ku ndjenjat përjetohen, dokumentohen dhe shpërndahen në kohë reale, edhe fundet e historive marrin trajtën e spektaklit. Kjo sjell pyetjen themelore: a mund të ekzistojë intimiteti në një botë ku gjithçka është bërë publike? Në këtë kuptim, divorci i Nedës nuk është thjesht fundi i një martese, por një akt simbolik që tregon tranzicionin e dashurisë nga realiteti privat në hapësirën e konsumit mediatik. Si përfundim, ky rast na kujton se dashuritë që lindin në media janë një formë e re e tregimit njerëzor, një lloj letërsie vizuale dhe emocionale, ku publiku bëhet bashkëautor i historisë.
Në to, personazhet si Neda Balluku shfaqen si heroina të ndjeshmërisë bashkëkohore, që përpiqen të ruajnë autenticitetin në një botë që kërkon gjithnjë më shumë transparencë. Dhe ndoshta, pikërisht kjo përpjekje për të qenë e vërtet në një realitet artificial, është ajo që e bën këtë histori më njerëzore se kurrë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.